Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nusja e vllajt më tregonte dashnorët që dronte çdo javë. Unë quhem Adriana, jam 29 vjeçe dhe për një kohë të gjatë u bëra pa dashje kasaforta e sekreteve të një personi që nuk duhej t'i mbante askush, nusës së vllajt tim. E kam njohur erën ditën që vllai im ma prezantoi. E bukur, e qeshur, me atë lloj energjie që e mbush dhomën pa bërë asgjë. Të gjithë adhuronin në familje. Vetëm unë pata një lloj pickimi në stomak sapo e pash. Një instinkt i çuditshëm që nuk e dija fare nga vinte. Pas disa muajsh, era filloi të më shkruante shpesh. Në fillim për gjëra banale, çfarë të vishte, ku të shkonte me vllain tim, këshilla për punën. Pastaj mesazhet morën një kthes që nuk e prisja. Një natë kur ishte ora 2 mëngjesit, telefoni më ra dhe ishte era. E hapa e tronditur. A je zgjuar, më duhet të flas me dikë, më tha. E mora frymën thellë dhe i thash të vinte tek unë. Kur hyri në shtëpi, sy më sy, dukej e turbullt, si dikush që kishte bërë një udhëtim të gjatë emocional. Nuk jam e mirë siç dukem, tha ajo dhe zëri dridhej. E dua vëllain tënd, por nuk mund ta ndaloj veten. Kam meshkuj të tjerë në jetën time. Mbeta pa fjalë. Nuk e prisja që të më besonte mua aq shumë sa të më tregonte në radhë të parë, sepse unë isha motra e njeriu që donte. Gjithsesi e dëgjova deri në fund, por çfarë më tregoi më tej ishte edhe më e rëndë. Ajo kishte pasur jo vetëm një, por disa, dhe jo vetëm që më tregonte, por më thoshte detajet. Vazhdoi duke thënë, vetëm ti më kupton, vetëm ty mund t'i them. Ti e di që unë jam e komplikuar. Ditët kalonin dhe unë kthehesha në një mur ku ajo hidhte fajet, emocionet, historitë e natës dhe shgënjimet. Më dërgonte mesazhe edhe kur ishte me meshkujt e tjerë. Më tregonte gjëra që nuk doja t'i dija. Më vinte në një pozitë të tmerrshme. Sekretet e saj ishin tradhtin ndaj vllait tim. E urreja këtë rol. Një natë ajo më dërgoi një foto të vetes në një hotel. Asnjë detaj intim, por mjaftueshëm për të kuptuar ku ishte, me kë ishte dhe çfarë po bënte. Aty shpërtheu diçka brenda meje. Nuk mund të isha më arkiva e errët e jetës së saj të fshet. Mora vendimin që më ka rënduar shpirtin më shumë se gjithçka tjetër. Ti tregoja vllait tim. Ai mbeti i ngrirë kur e mori vesh. Uli fytyrën, pastaj u errësua. Nuk më bërtiti, nuk më fajsoi, thjesht më pa me një dhimbje që nuk e kisha parë kurrë tek ai. Të nesërmen, ai kërkoi divorcin, bëri kërkesën për divorc. Nuk i tregoi asnjë detaj se kush ja tha, vetëm i kërkoi që të largohej urgjentisht nga shtëpia. Era u panikos, më kërkoi dhe mu lut, madje dhe më akuzoi duke më dërguar audio të pafundme. Më thoshte, ti më le në bal, ti duhet ishe në anën time. Por unë tashmë kisha kuptuar diçka të rëndësishme për veten. Nuk e kisha borxh askujt të mbaja pesh që të më shkatronte dikë aq të shtrenjtë sa vllai im. Sot vllai im është mirë, e ka marrë veten pak nga pak. Unë jam duke u rikuperuar nga mesi një drame që nuk ishte e imja, por gjithsesi më gllabëroi. Ndërsa era më ka bërë blok kudo dhe mbase më uren gjithë jetën, por pak rëndësi ka kjo për mua.